Më në fund hapet në çfarë kriteresh teknike dhe sigurie? Në kushtet optimale për aq sa mund të lejonin rrethanat. Është bërë testimi edhe me mjete laboratorike dhe duke u testuar me mjetet e rënda, nuk ka asnjë lloj cedimi apo shfaqje që të na shqetësojë. Kështu që hapet absolutisht në kohën më të shpejtë mundshme dhe unë ky gjë rastin falenderoj gjithë personat angazhuar, qoftë ato që nëpërmjet cilëve ne u këshilluam në ARSH, në të gjithë mbledhjet që ne kemi bërë, por veçanërisht edhe njerëzit e terrenit këtu që kanë bërë një punë për të lavdëruar, pasi në 10 ditë është bërë një volum pune e jashtëzakonshme. Ndërkohë si do të rregullohet trafiku, ju jeni kujdesur të keni një njoftim sot në rrjetet tuaja sociale, pra një thirrje, një orientim për drejtuesit e mjeteve. Trafiku do të jetë i hapur për gjithë mjetet, por unë këtu gjej rastin të bëj një thirrje drejtuesve të mjeteve tonazhit të rënd që të respektojnë peshën e tyre në aks, që është pesha limit 8.2 tonë për aks. Kjo sepse në momentin që do të kalohet, pavarësisht se kjo është diçka që kontrollon e verifikon policia e shtetit në vend, por unë këtu gjej rastin të bëj thirrje pasi duhet të respektojnë këtë, se në momentin që nuk respektohet, kjo pastaj mund të shfaqë, mund të krijojë probleme në rrugë duke krijuar le të themi gropa që do vështirësojnë kalimin, që këtu gjithsesi jemi në kushte kantiere. Në fakt drejtori keni thënë që ky incident në infrastrukturë do të shërbejë si mësime. Cilat janë mësimet që do nxjerrë autoriteti rrugor shqiptar? Mësimet besoj që do janë të shumta nga kjo që ndodhi këtu dhe ne do me të përfunduar ky kalim, pra që ne të lehtësohemi nga kjo barë, duke qenë që unë këtu kam ardhur bashkë me inxhinierët e mi, pra le të themi drejtuesit kryesorë të autoritetit, kanë qenë ditë për ditë në vizitë në kantier me mua. Ne do të mbledhemi me gjithë institucionet përkatëse, pra me shërbimin gjeologjik, me IGEUM-in, me inxhinierët e Institutit Ndërtimit, të inxhinierisë ndërtimit, pra me gjithë me inxhinierët për të diskutuar rreth problemet dhe si mund të adresohen në vijim probleme të tilla që mos të kemi më, mos të hasim më. Pasi keni finalizuar me sukses rikthimin e qarkullimit në të aks shumë të rëndësishëm rrugor, një tjetër betejë e rëndësishme është ndërtimi i segmentit alternativ për 1.3 km. Atë ne menjëherë po do fillojmë shkresat duke filluar nga dita e sotme, sepse duhen shkresat për të vijuar me fillimin e punimeve aty. Ky aks do të kërkojë rreth 60 ditë dhe kjo është arsyeja që ne u fokusuam për të vijuar me qarkullimin rrugor këtu në pjesën e sipër, pavarësisht se unë nuk artikulova kurrë përveç deri para 2 ditësh. Ky aks do të kërkojë rreth 60 ditë, pra aksi alternativ mbi lumin Shkumbin në krah të hekurudhës shqiptare do të kërkojë minimumi 60 ditë, sepse do varim patjetër dhe nga kushtet e motit që do diktojnë ritmin e punimeve, por 60 ditë është afati që është minimal, ta them që është minimal, jo maksimal, është minimal 60 ditë. Faleminderit.